Territori i Kosovës për datën 16 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në të gjithë territorin. Gjatë pasdites në zonat malore mund të ketë vranësira të lehta kalimtare, por pa rreshje. Temperaturat do të shënojnë në rritje të lehtë krahasuar me një ditë më para. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me një mod të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 32 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 17 deri në 31 gradë Celsius. Podujev, 16 deri në 30 gradë Celsius. Skënderaj, 17 deri në 31 gradë. Pej, 17 deri në 32 gradë. Prishtinë, 17 deri në 31 gradë. Gjakov, 18 deri në 32 gradë. Malishev, 18 deri në 32 gradë. Gjilan, 17 deri në 31 gradë. Ferizaj, 17 deri në 31 gradë. Kaçanik, 16 deri në 30 gradë. Suharek, 18 deri në 32 gradë. Prizren, 18 deri në 32 gradë Celsius.